Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme dhe tema për dashurinë në këtë kanal. Atëherë do shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Dhe shohim javën e parë. Atëherë, në javën e parë, keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, që jeni ju vetë, përsëri energji ajri, dhe në fund të javës me energji të shenjave të zjarit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës, ju shoh që dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me njohjet ose me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose ju dëshironi të jepni zgjidhje një dashurisë. Në një rast, mund të dëshironi të jepni zgjidhje punës tuaj, anës tuaj ekonomike, por në rastin tjetër mund të keni të bëni dhe me çështje dhe situata që kanë lidhje me institucionet shtetërore, që mund të jenë dokumenta të ndryshme, mund të jenë dokumenta leje qëndrimi, leje pune, zhvendosje, mund të jetë për largime jashtë shtetit në rastin tjetër, në lidhje me studime të ndryshme që ju mund të keni, ose edhe në lidhje me anën shëndetësore. Gjithsesi, unë shoh që jeni në një energji që në fillim të muajit doni të jepni zgjidhje gjithçkaje, por doni dhe të vendosni një lloj ekuilibri në jetën tuaj, në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me njohjet ose lidhjet që ju keni. Dhe në mesin e javës, ju keni nevojë për një pushim. Keni nevojë për një pushim, ndoshta ndiheni të lodhur psikologjikisht dhe keni nevojë të qetësoheni për t'i dhënë drejtim situatave, për t'i dhënë një drejtim më të mirë, flasim gjithmonë. Dhe do filloni të mendoni dhe të mblidhni ato copsat tuaja që në lidhje me jetën tuaj, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast. Në rastin tjetër me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me punën, nga ana ekonomike, për një pjesë tjetër në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni. Dhe në fund të javës, ju mund të jeni duke menduar në mesin e javës edhe në lidhje me një udhtim. Mund të jetë një udhtim jashtë shtetit, nga një qytet në një qytet tjetër, mund të jetë një udhtim, një zhvendosje pune nga një vend pune në një vend pune tjetër. Gjithsesi unë shoh një sukses, një fitore. Ju do harrini të fitoni diçka, ose do harrini që të jeni të suksesshëm në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që keni, sepse unë shoh që ju do të jepni drejtim çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Ju shoh të mbështetur, do keni persona që do t'ju mbështesin, por do keni dhe persona që janë ziliqar në lidhje me ju. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju harrini t'ja dilni me sukses në çështje dhe situata që ju dëshironi të zgjidhni gjatë javës së parë. Për një pjesë tjetër shoh që do keni dhe udhëtime në fund të javës. Dhe vazhdoj me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, energji të shenjës shijetarit dhe kemi energji të shenjave të tokës. Shoh një fillim të ri shumë të bukur, një njohje e re, një kupë e mbushur plot e përplot, plot emocione. Ju do keni për pjesën e beqarëve do futeni në një njohje të re dhe është një person që ka bërë shumë durim ose ju keni bërë shumë durim në lidhje me këtë person. Do mundoheni të drejtoni gjërat më pozitivisht, edhe pse shoh që ju ndoshta i keni menduar gjërat pak më të vështira, por unë shoh që gjërat do vinë më pozitivisht në lidhje me ju. Dhe ju do jeni forcën, por shoh që do përdorni shumë, ju shoh që do keni shumë emocion, shumë pasion në lidhje me këtë person. Dhe shoh një derdhje të madhe emocionesh dhe pasioni në lidhje me këtë dashuri. Dhe në fundin e javës, dhe këtu flasim edhe në lidhje me
njofjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Është një mesjavë ku ju do keni shumë emocione, shumë pasion, momente të bukura në lidhje me një dashuri. Edhe pse ju shoh që keni bërë shumë durim, ndoshta gjërat nuk kanë qenë aq pozitive për ju, por shoh që universi punon për ju dhe gjërat do vinë më pozitivisht. Dhe në fund të javës ju shoh që ju do jeni duke menduar se si t'i jepni drejti. Mund të mendoni dhe në lidhje me një udhtim. Ndoshta të shkoni diku, të shkoni me pushime, ju shoh që dëshironi të hidhni hapa për të bërë diçka, por përsëri sikur nuk hidhni hapa, edhe pse i mendoni mirë gjërat. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me këtë njohje që ju do bëni. Domethënë, edhe pse keni pasion, emocion në lidhje me këtë person, përsëri e mendoni seriozisht personin, por akoma nuk do hidhni hapa deri në fund të javës së dytë. Për pjesën tjetër, mund të dëshironi të bëni një udhtim dhe aty sikur ngeceni, nuk e bëni. Ju mund të dëshironi të çoni para, punën tuaj, anën tuaj ekonomike, shoh që po e mendoni shumë fort dhe shoh që do keni një ofertë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me punën, një ofertë në lidhje me dashurinë, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, por që ju do ta mendoni dhe nuk do hidhni hapa akoma deri në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Erdhi një energji e bukur deri në mes të javës. Kemi rrotën e fatit që ka 4 energji, është energjia e shenjës demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Dhe unë shoh që fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para, për të çuar një dashuri, një njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja. Sepse fatin do ta keni aty, thjesht ju duhet të lëvizni gjërat për të çuar para. Në lidhje me një person, për të shkuar në një bashkëtesë në një rast në mes të javës, shfrytëzoni këto dy fillimin e javës dhe mesin e javës, sepse është një energji fantastike për të shkuar në një fejesë, në një bashkëtesë, në një martesë, në një partneritet, kontrata të ndryshme që mund të keni, sepse shoh që jeni të mbrojtur nga energji më të larta, jeni të mbrojtur nga universi. Gjithsesi shoh përsëri këtu janë përsëri këto energji. Ju shoh që ju në lidhje me një dashuri doni të hyni në një njohje dhe e mendoni seriozisht në lidhje me këtë person. Nuk dëshironi të keni lojra ose të keni aventura, por dëshironi diçka serioze e shoh. Për pjesën tjetër, në lidhje me një bashkëtesë ose edhe në lidhje me një fejesë ose martesë. Shoh që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë gjë, por dhe në lidhje me kontratat, sepse ju dëshironi atë rehatin, qetësinë tuaj në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Por në fund të javës shoh një energji në rënje. Edhe pse energjia është shumë e bukur, ju filloni dhe mendoni për persona që keni humbur në të kaluarën tuaj, ose një dashuri që e keni humbur, që ju mungon, më saktë jo e keni humbur, por që ju mungon një person, ju mungon një dashuri për një pjesë tjetër. Për pjesën tjetër mund të jeni, ndoshta ju organizoni diçka, dëshironi të bëni një bashkëtesë, një fejesë, një martesë, dhe aty ndjeni që parat tuaja nuk janë të mjaftueshme për ta bërë këtë investim që doni të bëni. Ose për pjesën tjetër mund të ndiheni shumë të lodhur me këto angazhime që do keni gjatë kësaj jave, sepse ju shoh në veprim gjatë gjithë kohës, si në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me kontrata të ndryshme, mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata për dokumenta ose në lidhje me studimet tuaja, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Dhe fundjava ju gjen shumë të lodhur fizikisht, por keni nevojë edhe për një kontroll shëndetësor, thot këtu, sepse gjithë kjo lodhje, gjithë këto angazhime që do keni, ndoshta mund të bjerë ajo rezistenca juaj dhe keni nevojë ndoshta për një pushim ose për një kontroll. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, kemi energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ujit. Në fillim të javës ju shoh që do jeni shumë ekspresiv, do lëvizni shpejt, do doni t'i bëni gjërat shpejt,
Kjo gjë mund t'ju bëj që mund të tregoni të nxituar dhe të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni në lidhje me gjithçka flasim këtu, si në lidhje me dashurinë, me punën, sepse doni t'i bëni gjërat shpejt, jo se është energji e keqe, por është një energji nxitimi, ku ju dëshironi që çdo gjë të bëhet sa më shpejt. Dhe thjesht duhet të tregoni më të përmbajtur, sepse ju shoh shumë impulsiv gjatë fillimit të javës. Dhe në mesin e javës, dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me çështje të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, me punën, me mungesë parash, ndoshta ju dëshironi ta zgjidhni sa më shpejt një situatë ekonomike, të keni para, ose sa më shpejt për gjithë ata që kanë lidhje me shëndetin, të zgjidhni sa më shpejt mungesën e një personi, të shkoni drejt këtij personi, ose ju t'i bëni gjërat shpejt me këtë person. Mund të jenë arsye nga më të ndryshmet. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që ju do t'i lini problemet mbrapa dhe do filloni, dielli do shkëlqej për ju dhe ju do filloni të ecni përpara. Jemi te energjia e shigetarit këtu. T'i çoni gjërat para, ndoshta për t'i parë gjërat ndryshe, duke mos e kthyer më kokën mbrapa në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur në të kaluarën tuaj. Dhe këto çështje mund të kenë lidhje dhe me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në një rast. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën nga ana ekonomike, me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju i lini mbrapa dhe do shikoni përpara, si të ecni përpara, si t'i çoni gjërat para. Dhe në fund të javës, ju shoh që bini përsëri në një lloj trishtimi. Ndoshta ju mund të përqendroheni te e përditshmja juaj dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vinë në fund të javës. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, por ju jeni përqendruar te humbja e një personi dhe nuk e shihni këtë person që ju ofrohet. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, ku ju jeni përqendruar që keni pak para, alarmoheni, do ndjeni të trishtuar, kur shoh që një dorë nga universi po ju zgjat dhe ju thot, ja ku i keni. Mund të jetë një ofertë pune, mund të jetë një ofertë ekonomike, mund të jetë një ofertë në partneritete, bashkëpunime të ndryshme, në karrierën tuaj. Thjesht mos u përqendroni te ky lloj trishtimi. Ose ju mund të jeni të përqendruar dhe te puna juaj e përditshme dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë fundit të javës. Të katërt. Gjithsesi, është një muaj fantastik sepse ju harrini të zgjidhni situata, të vini një drejtësi, të keni një sukses, të keni lajme të mira, fillime të reja në dashuri, do të jepni drejtim situatave, fati do t'ju ndihmoj në lidhje me gjithçka, keni mbrojtje nga energji më të larta, nga universi, thjesht mos shikoni këto gjëra të vogla që mund të ndodhin gjatë këtij muaji. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëllit dhe shohim se çfarë ju thon. Çfarë mesazhi ju japin. Atëherë kemi energji zjarri këtu dhe shoh një lloj stabiliteti që ju do arrini të krijoni. Atëherë, ju është një moment i lumtur, ju do arrini të stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, do keni takime, do keni festime në lidhje me këtë person, do keni finalizime me këtë person, mund të stabilizoni punën tuaj, anën tuaj ekonomike, por thotë që fati i plot është në anën tuaj. Është një mesazh fantastik dhe këtu kishim edhe rrotën e fatit. Atëherë shfrytëzojeni këtë muaj sepse keni momentet tuaja më të mira, është një muaj fantastik, ju do keni fat dhe fati është i plot në lidhje me ju për të realizuar dhe për të stabilizuar çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë këtij muaji. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj vërtet një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj edhe një herë të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë abonimin subscribe në këtë kanal për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një mbasditë të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dëgjojmë në videot e radhës.